Jeni të tregoj tani fshatin ku jemi rritur, edhe fshatin që kemi lënë pas edhe duhet të ikim, siç kanë bërë më të shumtët e njerëzve nga Shqipëria, me që konditat aty nuk janë ato që duhen, që të mundesh të punosh edhe të rritësh një fëmijë. Detyrimisht jemi larguar, këtu e shumë vjet para, për një të ardhme më të mirë, siç kanë bërë edhe shumë shqiptarë anë mban botës. Të gjitha këto shtëpit që po shikoni tani, më të shumtat janë të mbyllura, nuk jetojnë njerëz, ose kanë ikur në emigrim, ose mosha më e madhe nuk jeton më, edhe që kështu janë shtëpi të mbyllura. Njerëzit përpiqen të vinë një herë në vit, të kujdesen për to, t'i rregullojnë pak, por prapë është e vështirë kur jeton larg, kuptohet që shtëpia do frymën e njeriut që të mundet të qëndrojë edhe të rri e hapur. Ishin disa nga shtëpit ju tregova në fshat, edhe tani arritëm te shtëpia. Ciao!